Zoti Merkoçi, çfarë po ndodh me Belinda Ballukun, duke qenë se ka rënë një heshtje mes saj dhe Edi Ramës, apo është një luftë e heshtur që po zhvillohet mes të dyve dhe secili po i ushtron presion njëri tjetrit sa i përket aferave korruptive nisur nga fakti që ajo u mor e pandehur nga Spaku? Unë kam thënë që natën që doli Belinda Balluku, dola dhe deklarova që Belinda nuk jep dorëheqjen, Rama nuk është i zotit ta heqë. Kush e ka kuptuar, kush e ka kuptuar, s'e ka kuptuar, s'kam çaj bëj. Dhe kam thënë Rama pret në formë apo në një moment që Spaku të marrë një masë sigurie për Belinda Ballukun, dhe duke marrë një masë sigurie, pastaj Rama i lërohet nga duart për të bërë shkarkimin. Sepse vetë Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun. Unë kam thënë nëse Rama do ta shkarkoj vetë Belinda Ballukun, pra pa një vendim gjykatës që të marrë një masë sigurie për Belindën, do plasi lufta rrugës. Unë e kam deklaruar këtë, kështu që i qëndroj kësaj, nuk kam koment tjetër për sa i përket kësaj. Nuk ka lidhje fare me aferat, me këtë, me atë, se dihet që të gjitha të çojnë në një pikë që quhet kryeministri i Shqipërisë. Zoti Merkoçi, dhe pyetja e fundit, Erion Velia ka kërkuar të ketë një laptop në qeli në mënyrë që të njihet me aktet e çështjes së tij dhe në raportet që ka me avokatët. Ju si mendoni, a fshihet diçka tjetër pas kësaj kërkese, apo është thjesht një drejtë e Veliajt në këtë rast? Për sa kohë gjykata kushtetuese e la Erion Velin në mandatin e tij, patjetër që duhet të ketë një mjet komunikimi. Mënyra e mjetit komunikimit pastaj duhet të jetë i kontrolluar, patjetër, duhet të jetë i kontrolluar. Si mjet komunikimi, se ai nuk është mjet privat, që thuash është telefon privat dhe unë do flas gjëra private, nëse kërkohet thjesht për të lidhur me njerëzit e bashkisë, pra ata që janë nënkryetarët e bashkisë, me ato do lidhet, apo me kryetarin e Këshillit Bashkiak, deri këtu mund të shkojë dhe mund ta ketë një laptop të tillë, nuk ka asgjë, por gjithmonë e kontrolluar, gjithmonë me atë programin i cili duhet të jetë i kontrolluar gjatë gjithë kohës, nuk ka gjë private aty. Absolutisht nuk duhet lënë në mënyrë private jo. Në orare të caktuara merret, vehet aty, janë dy punonjësit e burgut që e shoqërojnë dhe qëndrojnë aty. Është njësoj siç bën takimet me familjarët, një burgosur bën takime me familjarët në prani të gardianëve të burgut. Nuk ka asgjë të keqe. Edhe me avokatit mund të komunikoj, jo me laptop, me avokatit nuk mund të komunikoj me laptop, avokatit ka të drejtë hyet dali sa herë dojë në takime nuk ka pengesa ligjore avokatit për të takuar klientin e tij. Kështu që me avokatin jo, ndërsa me punonjësit, me varësit e tij, domethënë nënkryetarët apo kryetari i Këshillit Bashkiak, po, por i kontrolluar dhe me orar të caktuar, të limituar, jo kështu. Zoti Merkoçi, drejtësia shqiptare kërkon ekstradimin e Arben Ahmetajt që të dëshmojë për një sër aferash për cilat akuzohet. Ndërkohë, ju si mendoni, a do të ekstradohet në Shqipëri Arben Ahmetaj dhe a mund të shërbejë ai si një dëshmitar mjaft i fortë për të zbuluar gjithë aferat korruptive të Belinda Ballukut apo edhe të Edi Ramës? Arben Ahmetaj ndash vi, ta ndash ta kërkojnë, ndash mos ta kërkojnë, më duket si çashk që po e bëjnë ta, që kërkojnë ekstradimin e Ben Ahmetajt. Ben Ahmetaj i ka treguar atje të gjitha. Ben Ahmetaj kur ka ikë në Shqipëri, unë ja u kam thënë nuk ka hik Ben Ahmetaj se u arratis Ben Ahmetaj. Ben Ahmetaj u shoqërua që iku, e morën. Atje i ka tefteru të gjitha. Atje i ka thënë, kur i them unë Ben Ahmetaj ka bo roman atje, në kuptimin e tregimit. Dhe i ka tregu të gjitha. Nuk është se ka majt në gjë Ben Ahmetaj atje. Tashti, si duket, mund të ketar një moment që Ben Ahmetaj duhet të rikthehet në Shqipëri, pavarësisht nga pakti që ka pas, por me sa duket, nuk edhe Ben Ahmetaj nuk e ka plotësuar gjithë paktin. Dhe ndoshta duhet të kthehet në Shqipëri, por jo sot. Jo me këtë që kërkon drejtësia shqiptare, kërkon që Ben Ahmetaj. Ben Ahmetaj në momentin që FBI-a do t'i duhet Ben Ahmetaj këtu, të jeni sigur që Ben Ahmetaj do vi Parku Postale. Ashtu si qiku Parku Postale, nga do me makinë ka ikë.
Lezë që thonë këta. Pastaj fillojnë të flasin kot në media, I kam dëgju. Ka ikë me makinë nga porti I Durrësit, pakë postale, ashtu pakë postale ka vërtar prapë. Në momentin që FBI-s do t'i duhet Ben Ahmeta këtu. Ndërkohë, sot kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha ka marrë fletëthirrjen sa I përket 21 janarit. A mendoni se dosja 21 janarit do të hapet në gjitha dimensionet e saj dhe drejtësia shqiptare do të shkojë deri në fund, apo dhe këtë radhë është thjesht një presion që I bëhet Berishës? Jo, s'ka lidhje me Berishën kjo. Kjo 21 janar nuk ka lidhje me Berishën. Berisha është dëshmitar I ngjarjes, ashtu siç do thirren të gjithë tjerë. Qoftë presidenti I asaj kohe, qoftë krye prokuroria, komandanti I gardës, grupi I gatshëm, zëvendës ministra, ministri I Brendshëm, ministri I Mbrojtjes, të gjithë do thirren, pa përjashtim të asnjërit. Unë biles e prisja, e kam thënë dhe diku, unë prisja që të thirreshin në hierarki, domethënë thirresh presidenti, kryetari I parlamentit, pastaj Rama, Berisha, të gjithë do thirren. Patjetër, nuk është ndonjë çudi për një arsye të vetme, sepse ne kemi vendimin e gjykatës europiane, e cili e quan vrasje shtetërore. Kur e quan vrasje shtetërore do thotë se të gjithë duhet thirren në këtë hetim. Dhe çështja e 21 janarit tashmë nuk do thirret dhe nuk do gjykohet vetëm çështja e atij personit që nuk është hetuar, nuk është bërë gjykim. Nuk di se ka emrin. Dhe do gjykohet në tërësinë e saj. Pra do shifet në tërësinë e saj. Duke qenë se Amerika I ka zbërthyer dhe I ka sjell materialet e atyre që ka pasur, që ta pretenduan që u dogjën, u prishën, serverat, janë rikuperuar, janë bërë, kanë dalë dëshmi, kanë dalë gjëra, foto, video. Dhe tash do shohim se si do heci, por që do thirren të gjithë në SPAK, domethënë në mënyrë kategorike do thirret vetë Rama, sepse Rama është organizatori I asaj proteste. Patjetër që edhe Rama do thirret si person dieni. Mos harrojmë se edhe Berisha është person në dieni deri në këto momente. Nuk është I akuzuar, nuk mund të akuzosh askënd. Për sa kohë SPAK-u nuk ka dalë me absolutisht me asnjë lloj versioni apo akuze për X-in apo Y-in. Deri tani ajo e quan edhe vendimi I Europës e quan domethënë vrasje shtetërore, por nuk I vën gishtit absolutisht asnjërit. Kështu që është detyrë e tyre ta zbardhin dhe por ajo ngjarje nuk do merret veçmas për një person, por do shihet tashmë në tërësinë e saj. Dhe do gjykohet I gjithë 21 janarit do gjykohet në tërësinë e saj. Pra qysh nga fillimi, qysh nga këta organizatat, se kemi mos harroni kanë dalë edhe emailë të Sorosit që interesohet për 21 janarin, për situatë. A kupton se ç'pun nga Soros si supozojmë, pa ata çdo ditë që del vërteton akoma më tepër atë që them, që 35 vjet në politikën shqiptare ka komanduar vetëm Sorosi, si askush tjetër, e kupton? Ne ecim akoma me politikën sorosiane, nuk kemi të djathtë këtu politikë kombëtare. Politika Sorosit edhe domethënë edhe te 21 janari del Sorosi. Se çfarë lidhje ka, domethënë, megjithatë del edhe aty. Pra do thirren të gjithë, nuk është vetëm Berisha. Mu merri, domethënë keq pse u bë loja, jo merri fletëthirrja, në të njëjtën kohë që duhet ishte paraqitur që ditën e premte shkonte të bënte atë dëshminë e tij dhe të ikte të vazhdonte rradha, si më thon ashtu siç e kanë ata për të zbardhur. Sepse askush nuk mund të shmanget 21 janarit. Thash, qysh nga presidenti e deri tek ai fundit, edhe ai protestuesi, edhe ata që kanë qenë aty në protestues. Mos harroni se është edhe Erion Velia, supozojmë, është 21 janari. Aty brenda protestues, aty brenda është. Me atë tipin që e lyn me boje njërën tjetër. Pra prandaj thash, nuk do shifet vetëm vrasja e këtij personi, mënyra si u vrasi u bë. Kjo është një radhë. Ai do shifet 21 janari, do shifet në tërësinë e saj. Kush e organizoi, si organizoi, kush ishin personat, kush ishin ata që sulmonin, që bënin nga kryeministria, çau bë, kush dha urë, kush nuk dha, kush gjyti, si gjyti. Domethënë
do merret në tërësinë e saj. Dhe unë them se fobia është edhe de amerikane janë në këtë proces dhe po të shifte nga 21 janari, për shembull, nga dosja e 21 janarit nuk del as gjys fjalë. Absolutisht as kjo, përveç asaj pjesës që u thirr filani apo u thirr filani. Aty do jenë gjithë. Nuk është lajm që do shkoj Berisha. Nesër do bëhet lajm se do shkoj Topi, pastaj do shkoj Ina Rama, pastaj komandanti Gard, pastaj Lul Basha, se edhe Luli ka qenë ministri i Brendshëm. Po ministri i Mbrojtjes. Po gjithë do jenë atje. Prandaj po të them, nuk është lajm që të themi që ose nuk është akuzë, më mirë të themi edhe këtë pjesën tjetër që nuk është akuzë. Nuk është se po akuzohet Berisha për këtë. Për sa kohë nuk janë mbyllë time dhe nuk ka dalë absolutisht askush të mund të akuzohet për sa i përket kësaj. Dhe nuk mund ta paragjykoj dot, domethënë. Ose pas dosjen nuk mund ta paragjykoj dot. Kështu që them që janë të përfshirë gjithë ata që unë kam deklaruar, po, që kjo është një dhe në gjykimet që janë bërë për 3 personat e tjerë të vrarë, për mua drejtësia në atë kohë duhet i kishte thirrë këta persona, unë kam deklaruar që atëherë që këta persona duhet ishin thirrë që nga presidenti deri tek i fundit, se janë të gjithë personat në dieni që mund ta kishin zbarë. Dhe këtë që lanë anësh, domethënë pa e hetuar se kuptova pse e bën, pse e lanë në këtë lloj forme. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Vetë dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.